Për historinë, kulturën dhe traditën e komunitetit rom është diskutuar sot me studentët e Universitetit Femia Gani në Gjakov. Ky takim informues u organizua në kuadër të aktiviteteve që shënojnë javën rome në Kosovë, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për historinë, gjuhën dhe identitetin rom. Emra Cërmjanin nga organizata jo qeveritare e Roma in Action theksoi se përmes këtyre aktiviteteve synohet sensibilizimi i opinionit të gjerë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën rome, duke nënvizuar nevojën për përfshirje dhe respekt më të madhe për këtë pjesë të shoqërisë. Një prej çështjeve të cilët kanë të bëjnë me stereotipin ndaj këtij komuniteti është fatkeqësisht mungesa e informacioneve se kush në fakt janë romët të cilët jetojnë në Kosovë mirëpo ndërkombëtarisht, dhe ne në kuadër të kësaj jave synojmë në fakt të sensibilizojmë opinionin e gjanë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën e këtij komuniteti, në mënyrë që të plotësojmë ndoshta edhe boshllëkun në literatura shkollore, jo vetëm në universitet, mirëpo edhe në institucione fillore të mesme të ulta apo shkollat mesme të ulta, marrë parasysh në kuadër të kurrikulës mësimore informacioni mbi historinë e këtij komuniteti është i mangët. I ftuar në këtë ligjërat ishte edhe Daud Çulanxhiu, i cili ndau me studentët njohuri dhe rrëfime historike që pasqyrojnë rrugtimin dhe trashëgiminë kulturore të komunitetit rom. Preardhja e romëve në shumë hipoteza janë hedhur për origjinën e romëve dhe vetëm faktet gjuhësore të trashëguara vërtetojnë origjinën e komunitetit rom nga India. Romët në Ballkan u vendosën në grupe të veçanta ose u sollën nga ushtrit turke apo otomane, në cilën formonin reparte të veçanta për prodhimin e barutit apo të armeve, dhe mu përkthe njihen si farkatar të njohur edhe në Ballkan. Ky takim jo vetëm që shërbeu si një hap drejt informimit dhe edukimit për studentët, por edhe si një mundësi për të forcuar bashkëjetesën dhe respektin ndërkulturor. Njohja me historinë dhe kulturën rome është një hap i rëndësishëm drejt një shoqërie më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, u tha mes tjerash në këtë mjedis. Teatri rom